Në mjediset e jashtme të xhamisë së Mjedës u organizua iftari mall tradicional i familjes që bëri bashk besimtarët musliman të gjitha grup moshave. Në këtë iftar ishin të pranishëm edhe kryebashkiaku i Vaut DS Kristian Shkreli dhe autoritetet e tjera të zonës. Pas këndimit të ezanit, përfaqësuesi i Myftinisë së Shkodrës teologu Arben Alluni në fjalën e rastit tha se muaji Ramazan vjen si reflektimi i afrimit familjar, konsolidimit dhe ruajtjes së tabanit të saj shekullor. Edhe iftari i familjes ka një mesazh dhe një tregues të rëndësishëm për të konfirmuar atë që ka thënë pejgamberi alayhis salam, më i miri për jush është ai i cili sillet më mirë me familjen e vet. Dhe familja padyshim është dhurata më e madhe që i ka dhënë Zoti fuqiplot njerëzimit në përgjithësi. Prandaj të bashkuar dhe të konsoliduar të vazhdojmë që ta ruajmë këtë bërtham të rëndësishme të shoqërisë, bërthame e cila ka lindur që është me krijimin e kësaj jete dhe do vazhdojnë gjithmonë deri në fundin e kësaj bote materiale. Pavarësisht të sfidave dhe vështirësive që hasim çdo ditë, ne jemi amanetçar që ta ruajmë këtë bërtham dhe pikërisht familjen. Allah ju nderoft dhe ju uroj me zemër të mirë Ramazanin. Më pas të pranishmit në shoqërimin e ilahive shijuan iftarin, ndërsa i përshëndeti edhe imami i xhamisë Aslan Babaj. Në fund besimtarët kryejnë ritualin e faljes së namazit të akşamit.